edhe një herë për tretën herë e propozoj Slavko Simiqin deputetin për nën kryetar të Kuvendit Republikës së Kosovës. Nderuar kolegë deputet, pranishim 106 deputet në sallë, vazhdoj me votimin, edhe një herë deputeti Slavko Simiq është i propozuar për nën kryetar të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votat për herën e tretë për kandidatin Slavko Simiq janë 9 vota për, 53 vota kundër dhe 41 abstenime. Rrjedhimisht nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetar i Kuvendit për herë të tretë radhazi, prandaj ftoj edhe një herë përfaqësuesin e komunitetit serb që të bëj propozimin e radhës të një kandidati tjetër, me qenë se është e zauruar, siç e ka thonë edhe gjykata kushtetuese, që mekanizmi deblokues, pra votimi 3 herë për secilin kandidat vlen edhe për kryetarin, edhe për nënkryetaret. Faleminderit.